Bima që i ka çuditur të gjithë, mjafton pak aloe vera dhe nuk do të vuani kurrë nga këto sëmundje. Gjeli mrekullueshëm që mbush gjethen e bimës aloe verës është plot me vitamina të cilat mund të trajtojnë një sër problemesh që i kanosen organizmit. Gjeli aloe verës mund të japë shumë përfitime për ju. Sipas Step to Health do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga bima e aloe verës. Ushqim për lëkurën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjeli aloe verës mund të ofrojë një alternativë natyrale të ushqyerjes së lëkurës me vitamina. Megjithatë, nëse e përdorni shpesh, ajo mund ta irritojë lëkurën dhe ta përthajë atë. Këshillohet të paktën një herë në ditë është më së mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj. Aloe vera mund të ofrojë një zbutje të mirë të flokëve. Gjelin e aloe verës mund ta përdorni edhe për të zbutur flokët. Pas larjes, lyeni flokun mirë me gjelin në brendësi të gjethes dhe e mbani për 5 minuta. Shplaheni me ujë të ngrohtë dhe do të zbuloni që floku juaj është i butë dhe i shkrifët. Aloe vera u jep flokëve më shumë ushqyes të dobishëm për rritjen e tyre. Aloe vera gjithashtu është e mirë edhe kundër akneve. Aloe vera ndihmon kundër akneve dhe eliminon inflamacionin, skuqjen dhe bakterien. Gjeli mund të përdoret si një mask. Megjithatë, nëse keni fytyrë të ndjeshme dhe të bëni një test para prak, duke vendosur pak gjel në zonën e parakrahut. Nëse lëkura irritohet, mbase jeni alergjik ndaj gjelit. Aloe vera është e mirë gjithashtu edhe kundër zbokthit. Përdorimi i rregullt i gjelit aloe verës në flokë është shumë efikas në eliminimin e zbokthit. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e gjelit në mënyrë të rregullt, duke aplikuar atë direkt në zonën e skalpit. Atë mund ta përdorni gjithashtu kundër djegjeve. Gjeli aloe verës është efikas kundër djegjeve të gradës së parë dhe asaj të dytë. Efikasiteti i gjelit është shumë herë më i lartë se kremrat industrial. Gjeli aloe verës mund të përdoret gjithashtu për heqjen e makiazhit. Kombinimi i lëngut aloe verës me vajin ekstra të virgjër të ullirit është një alternativë natyrale e heqjes së makiazhit. Ky kombinim është i butë për lëkurën, nuk e irriton atë dhe e rigjadëron. Gjeli aloe verës është i mirë kundër të djegurave nga dielli. Gjeli aloe verës është freskues për lëkurën. Ai qetëson dhe zbut lëkurën e djegur nga dielli, por edhe në ushqim të thellësuar të saj. Është i mirë kundër pickimeve të insekteve. Pickimet e mushkonjave janë shumë të sikletshme. Nëse lyeni zonën me gjelin e bimës të aloe verës, jo vetëm që nuk do të keni kruajtje, por do të keni përfitime të mrekullueshme në shëndetin tuaj. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve, gjeli aloe verës është një produkt i zakonshëm që mund të gjendet në çdo kabinet mjekësor. Fal përmbajtjes së lartë të vitaminës C, ai mund të përdoret gjithashtu edhe për të qetësuar irritimet e lëkurës. Por a e dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë përfitime të mira për shëndetin e njeriut? Lëngu i aloe verës rezulton të jetë mënyra më efikase edhe për të përmirësuar dhe mbështetur shëndetin tuaj të përgjithshëm. Para se ta shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë 2 lloje kryesore të lëngut aloe verës. Zgjidhni gjithmonë atë që është bërë vetëm nga pjesa e brendshme e gjethes, këshillon dietologja Mia Sin. Ky version përjashton lateksin dhe minimizon gjithashtu edhe riskun e efekteve laksative. Gjithashtu, ekspertët dhe specialistët të rendisin përfitimet kryesore nga përdorimi i gjelit aloe verës në përditshmërinë e dietës suaj. Përfitimet e aloe verës janë vërtet të larmishme, pasi ajo është e pasur me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për organizmin. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës dhe mbajtjen e saj më të shëndetshme dhe më të fuqishme. Duke mbajtur larg komplikacione dhe duke përmirësuar kështu edhe mbrojtjen e shëndetshme të saj. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime për organizmin tuaj, duke lehtësuar kështu edhe problemet e kapsllokut. Për shkak të vetive të saj laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në lëvizjen më të mirë të shëndetit të zorrëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjidhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun tuaj.
Filloni me doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë lëngun nga pjesa e brendshme e gjethes. Aloe vera mund të ndihmojë edhe në mbrojtjen tuaj të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë një shkaktar kryesor i akneve. Duke ju ndihmuar në hidratimin e brendshëm dhe duke parandaluar gjithashtu komplikacionet e saj. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë fantastike në dobi të vlerave të organizmit, dhe si e tillë mund të japë rezultate vërtet të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Aloe vera është një bimë që mund të japë efikasitet të mirë në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese e lëkurës suaj kundër akneve. Duke ndihmuar në hidratimin e saj nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë dukshëm shëndetin e lëkurës dhe të mbajë larg komplikacionet e saj. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë vërtet mbreslënse dhe lehtësuese në përgjithësi të dietës suaj. Aloe vera ndihmon edhe kundër luhatjeve të sheqerit të pakontrolluar në trupin tuaj, duke dhënë kështu rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Një studim i vitit 2015 zbuloi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës tek personat prediabetik ndikoi në uljen e ndjeshme të sheqerit brenda 4 javëve. Sidomos, ekspertët tregojnë se duhet ta përdorni vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar komplikacione të ndryshme që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore, lehtësuese dhe rigjeneruese që mund të mbajnë larg problemet e tij. Ajo mund të forcojë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, aloe vera do të ndihmojë sistemin tuaj imunitar, duke mbështetur kështu edhe procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve të mbrojtjes së trupit. Aloe vera do të lehtësojë edhe problemet e urthit dhe të refluksit. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit, citon studimi publikuar në Prevention.com. Ajo mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 sugjeroi se personat që konsumojnë lëngun e aloe verës të pasuruar edhe me përbërës natyral të xhelit patën ulje të ndjeshme të triglicerideve pas vakteve. Edhe pse rezultatet janë premtuese, nevojiten më shumë studime për të parë edhe përfundimin si do të jetë i këtyre bimëve. Gjithashtu rezultate më të mira do t'jap nëse përdoret me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë veti të mira për shëndetin, dhe si e tillë mund të përdoret në forma të ndryshme me rezultate vërtet fantastike. Aloe vera është e mirë kundër djegjeve. Shumë studime kanë treguar se vajrat ose kremrat të aloe verës mund të ndihmojnë në shërimin më të shpejtë të djegjeve, përfshirë këtu edhe djegjeve nga dielli. Disa studime tregojnë se mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ndaj përdoreni atë me kujdes edhe do të keni ndikimi përfundimtar në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Atë mund ta përdorni kur keni djegje të lehta ose edhe acarime të ndryshme të lëkurës. Ajo mund të ndihmojë kundër puçrave në fytyrë. Ullumtimet sugjerojnë se xheli aloe verës mund të ndihmojë në pastrimin e akneve dhe përdoret të paktën si trajtimi rekomanduar nga ekspertët. Në studime të veçanta, mjekët këshillojnë përdorimin e xhelit të aloe verës si një ndihmë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj përdorimet të tilla të saj mund të jenë vërtet mbreslënse në rigjenerimin e shëndetit. Aloe vera është e mirë edhe në luftën kundër problemeve të kapslëkut. Ajo funksionon edhe si një laksativ mjaft i rëndësishëm në rastet se vuani nga kapslëku, por duhet ta shmangni atë në rastet se kapslëku juaj është i shoqëruar me probleme të stomakut. Ekspertët rekomandojnë bimën aloe verës si një zgjidhje lehtësuese në situatat tuaja emergjente, por nëse situata juaj është vërtet e rëndë, ka nevojë për një trajtim të specializuar për të evituar kështu komplikacione dhe për të sjellë rezultatet e duhura në mbrojtjen e shëndetit. Përdoreni në të mirë të shëndetit aloe verën për të marrë edhe vlerat e saj. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.